zoti... Nuk është e njëjta panoramë. Pikërisht pra. Dhe ne kemi informacion, ka gazetarë që hynë dhe i ndjekin. Pikërisht pra po të them. Kështu që nuk duhet të e vetë kreu i spaku që u zgjodh sot, tha, në komunikimin publik, unë ka mangësi dhe këteja një vetës, të do të vi me përmirësim. Po pa tjetër, jo të gjithë e kanë artin e komunikimit pikën e fortë. Dhe është mangësi. Por apo mos ta gatrojmë me momentin e të qenurit profesionist në seancat gjyqësore. Janë dy gjëra. Po nuk ndahen. Jo, ndahen pa tjetër. Nëse nuk ke korda zanore, dhe nuk di të nxjerrë zërit, askush nuk të merr as në kor, as nuk të bën solist për të kënduar. Atëherë unë kam dëgjuar nga ata të cilët edhe turpërojnë gjuhën shqipe, po jo gjuhën shqipe në drejt shqiptim, në mendim, në fonetik. Nuk është ky problemi kryesor. Nuk është, thash. E thash që nuk është. Problemi kryesor është sa moral kanë, sa kurajo kanë, dhe... Por do të ambrosh mëse në gjyq prokurori që është palë, do të duhet të ndeshet me avokatin. Do të duhet të ndeshet. Dhe është edhe në një ndeshje, jo vetëm në lëmin e provave, po dhe në mënyrën se si artikulon ato. Mirë. Por gjithsesi unë jam tek qëndrimi Denadës, në fakt, me pjesën që mund të mos jetë... Ja, se mund të ta përsërisë. Jo, se kuptova ta mama të, mund të mos jetë. Denada. Mund të mos jetë, por po të jetë, do të jetë shumë më mirë. Nëse nuk është, është një bonus, është një plus. Është minus, po është minus. Imagjinoni një sallë gjyqi, e cila është ndiqet live gjithashtu, një prokuror i cili nuk di të artikuloj përballë një bilbili që mban tokën e avokatit. Po mirë më e the, po falë s'është puna e prokurorit ajo vetëm. Puna e prokurorit është mbi të gjitha të shkoj të bëj dosje në prova me dokumenta që s'ke nga shpëton, edhe pastaj... Fados, nuk thash këtë. A e ka këtë vullnet është problemi, ky është problemi kryesor, me shku deri atje. Shumë dakor, shumë dakor. Kjo është kjo. Po dhe kjo që po të them unë është ansore, po jo pak e tani këto, nëse a duhet ta ketë, pa tjetër bim dakord gjithë. I drejtove një pyetje pak. Jo, duhet të gjej një element. Fakti që përveç kryeministrit, çdo njëri tjetër me rëndësi në këtë vend deri tani, për vetëm 6 vite, se dua ta kujtoj, dhe 3 vitet e fundit ka një plotësim dhe vetëm tani me byron e hetimit ka, po themi, ardhjen në normalitet të strukturave. Se ne duam që ditën e parë të kemi maksimalisht rezultate dhe kjo është gjë shumë e mirë. Po kur është rasti për të pranuar politikën e dobët, dhe zoti Vangjeli ju referua antarëve të KLP-s, po unë do thoja që mund të shikonim sot parlamentin. Kështu që nëse flasim për artin e komunikimit, ne politikës ja pranojmë, shoqërisë ja pranojmë, analistëve dhe gazetarëve ja pranojmë. Po kur vjen puna te spaku, ne kemi një dëshirë që ata të jenë të kulluar dhe të jashtëzakonshëm dhe pas një mangësi. Patjetër që kjo do ishte shumë mirë. Por ne duhet të flasim nga momenti që është ndërtuar ky institucion, me curin në këto 6 vite. A janë premisat që është bërë një gjë që ne nuk e kemi parë të bëhet në 3 dekadat e tjera? Flitet për prezencë ambasadorësh që duhet jenë apo s'duhet jenë. Jemi të njëjtët ne, që sa po ato largohen nga salla, themi këta kanë ngelur vetëm dhe tani të ngrihet një komision edhe i heqim dhe kompetencat dhe pyetja që lind. Ishim më mirë pas spakun apo jemi më mirë me spakun? A duhet spaku më mirë? Patjetër që po. Po përgjigjja e vërtetë do duhet ishte jemi më mirë me spakun apo pas spakun, zoti Vangjeli? Padyshim. Arti komunikimit mund të mësohet, patjetër. Një sekond. E para jemi mirë me spakun pas spakun. Nuk është kjo pyetja. Vje keq. E se më nënkuptohet ajo që kishte... Ke folë disa herë, më duket, mas pak edhe në radhen. Tani, se kam problemu me rrjesht. Patjetër. Jo, shiko, jemi në interes diskutimi, mund të diskutojmë të përplasim mendime pa diskutim, ndiu i lirë, zoti Lubonja, për të folur çdo herë. Çështja për mua shtrohet kështu dhe është e hapur. Jemi më mirë se kur kishim atë prokurorinë e krimeve të rënda dhe kishim një drejtësi dhe një gjykatë kushtetuese në një kohë më përpara, apo jemi tani që kemi bërë reformë drejtësi në tërësi, ku hyn dhe spaku.
Kjo është çështja. Dhe unë nuk jam fare dakord, dhe s'jam fare nga ata entuziastët, që ne tashti, se këtu po bëhet sikur ajo që tha Dashi ka një kuptim. Cila? E di çfarë kuptimi ka ajo që tha Dashi, pse bëhet kjo, edhe s'duhet bërë kjo? Sepse SPAK-u, vetëm SPAK-u dhe reforma në drejtësinë tërësi është konsideruar dhe nga ndërkombëtarët si hapi i madh i Shqipërisë për të shkuar drejt Evropës. Ata të huajt, 1-2 këtë përmendin. SPAK-u është bërë drejtësi apo luftohet, kupton? Kur ne i bëjmë atë bilancin krimit në Shqipëri, sigurisht unë nuk them se jam një specialist që jam marrë me në kuptimin që t'jap të shifra, por mua më rezulton që krimi është rritur në Shqipëri. Pastrimi parave të pista në Shqipëri po lullëzon në mënyrën më skandaloze të mundshme dhe po e çon Shqipërinë drejt një humnere ekonomike, sepse s'ka asgjë tjetër përveç se pastrim parash të pista që qarkullojnë shumicën e parave. Po edhe është goditur nga ana tjetër. Unë nuk e di se ato kullat që shoh unë nuk kam parë sekuestrojnë në i kull, SPAK-u, fare, as i kull. Apo jo. Krimi zgjedhor që bëhet, ata torplinët e ata që doli ajo dosja qysh në shkurt doli, i lanë, i nëzorën mbrapa, masi u bën zgjedhjet. Atë tjetërën e përmendën 184-ën nuk e kanë prekur fare. Pra, zoti Lubonja ekuivalente me atë që tha Denada, më mirë me SPAK-un apo pas SPAK-un? Jo, dua ta ndaj se zoti Lubonja ka një të drejtë. Ta mbaroj, ta ndaj. Domethënë, më mirë me SPAK-un pas SPAK-un. Më mirë me i drejtësi që është gjithnjë e më efikase. Dhe kur unë shoh që krimi lulëzon në kohën kur është krijuar SPAK-u, kur demokracia degradon dhe banda përveç se kapen disa dhe se këtu është problemi madh, dalin gjithë këta për të bërë propagandë këtu, për në dalë, ja, shiko sa mirë, shiko standardet e Dumanit, thonë dhe Amerikanët, neve kemi arritur të luftojmë me Dumanin njërën tjetër. Po mirë më, këto gjithë ky krim që po lulëzon këtu, ajo dosja Toyota Yaris që e përmendi Lorenci që ka pasur dhe ky. Si ka mundësi që kështë dalë në Belgjik tani që do jetë një test për Shqipërinë, për të hyrë apo jo në Europë, sepse si ka ndihmuar fare drejtësia shqiptare, se janë të përfshirë njerëz këtu, siç i dimi, kemi dëgjuar. Pra SPAK sa ka goditur deri tani, se duket sikur ka performancë figura politike. Unë mendoj që është bërë më shumë propagandë. Ata që janë dënuar, nuk janë dënuar duke u kapur gjithë rrethi, por shkapur një bisht, po kapo banda është në krye dhe pjellës të tjerë sa doj, që t'i shërbejnë atij. Dhe në tërsinë e vetë pra, më shumë është përdorur si propagandë, se sa është që... Pra politika kërkon të marrë merita për SPAK-un, pastaj nuk merr kosto kur goditet vetë, si i bie tani? Tani politika Edi Rama është në një... Tashi, këtu unë nuk mund të jemi sigurt. Problemi i madh, i parë që kemi ne është që themi se bëjmë dot sepse janë Amerikanët. Sepse pa Amerikanët, pa Shqiptarët. Kjo nuk është drejtësi. Kjo nuk është drejtësi se nesër ata kanë interesat caktuara politike dhe ata nuk intereson fare të prekin ty demokracinë. Aq më tepër me Trumpin që kemi sot, i cili vetëm për demokracinë s'do me ja ditë. Do me ja ditë për bizneset, do me ja ditë për to. Prandaj, po qëse s'kemi ndërtu një institucion ku të kenë ata kur rajon që i vjen nga vetja, po jo vetëm nga vetja dhe profesionalizmi, po dhe nga shoqëria, dhe nga forcat e reja, e tjera që janë opozita e fort, populli i impenjuar dhe i angazhuar, nga gjitha këto, neve, unë këto nuk i shoh. Kuptoj, Denada ka një ndërhyrje për ju, zotit Lubonja. Unë dua të ndaj se i takon zotit Lubonja, i cili thot që a ka qenë e mirë reforma në drejtësi, ne kemi thënë të gjitha problematika që ka pas reforma në drejtësi. Sot jemi mbledhur për SPAK-un dhe diskutojmë punën e SPAK-ut. Dhe nuk duhet të ngatrojmë